Kryeministri Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste për nismën ligjore për forcimin e kufirit të pakalueshëm që ndan gjyqësorin në 2 pushtetet e tjera kushtetuese dhe ndalon përfundimisht pezullimin e funksioneve kushtetuese. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se zëvendës kryeministria Belinda Balluku i ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, por ai ja ka refuzuar të treja herët. Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje, 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka sqaruar nismën ligjore të grupit të tij për disa ndryshime në kodin e procedurës penale, ku synohet zgjerimi i listës së zyrtarëve të lartë që nuk mund të pezullohen nga detyra me vendim gjykate. Kjo është një nisëm e cila prek kodin e procedurës penale, nuk shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar sipas parashikimeve që ka kushtetuta. Ndërkohë që në fund të këtij komunikimi dua të them edhe diçka të fundit që ka të bëjë me garancitë ndaj sistemit drejtësisë për t'i përmbledhur ato që u thanë. E para, mbi të gjitha, nuk cënohet pavarësia e prokurisë dhe gjykatave me këtë nismë që kemi ndërmarrë. E dyta, hetimi penal, ndjekja penale dhe gjykimi mbeten të paprekura. E treta, kompetencat e organeve drejtësisë mbeten të paprekura sipas kushtetutës dhe sipas ligjit. E katërta, nuk krijohet asnjë mburoj ndaj përgjegjësisë penale dhe e pesta, nuk përjashton asnjë subjekt nga jurisdiksioni penal.